Këshilli i Ministrave miratoi ditë më parë projektligjin e amnistisë penale, një nismë që synon dhënien e një shansi të dytë për persona të dënuar për vepra penale të lehta. Sipas avokatës Aurora Guska, amnistia nis të zbatohet 15 ditë pas miratimit nga Presidenti i Republikës dhe botimit në fletoren zyrtare. Pasi Ministria miraton amnistin, ajo kalohet në parlament. Përpara se të kalohet në parlament, parlamenti ka Komisionin e Ligjeve, e cila harton pik për pik të gjithë draftin që ka miratuar qeveria për kalimin e amnistisë. Aty gjatë gjithë praktikës amnistive të cilat kanë hyrë në fuqi në Republikën e Shqipërisë, kemi konstatuar se nga drafti që ka bërë Ministria, qeveria, me atë çfarë ka kaluar në parlament, ka patur ndryshime, jo shumë të mëdha, por ka patur ndryshime. E më pasi kalohet në Komisionin e Ligjeve, ajo miratohet në parlament, vazhdon procedura duke kaluar te Presidenti i Republikës dhe pasi Presidenti i Republikës e dekreton amnistin penale, ajo do 15 ditë që të botohet në fletoren zyrtare. Në atë moment fillon zbatimi i amnistisë, ku të gjitha institucionet përkatëse, si drejtoria e përgjithshme e burgjeve, vazhdon me lirimin e personave të cilët kanë plotësuar kriteret përfitimin e amnistisë. Organi i prokurorisë për gjitha çështjet ngjarjet që kanë ndodhur brenda vitit 2025, pra deri në 31/12/2025, për ato ngjarje për të cilat është kriter përfitimi i amnistisë, vazhdon me pushimin e procedimeve penale. Kërkesat për të cilat gjykata ka filluar një procedim penal dhe vazhdon gjykimi i çështjeve, por që veprat penale të tilla janë përfitues, vazhdon kërkesa e prokurorisë për pushimin e çështjeve për shkak të përfitimit nga amnistia. Teksa shpjegon se amnistia parashikon kriteret përfitimi dhe ndaluese, avokati Aguska thekson se nga amnistia e vitit 2025 përfitojnë personat e dënuar deri në 3 vjet të burg. Në Kukës, konstatoj se kriteret për përfitimin e amnistisë e përfitojnë personat për të cilën janë kryerës të veprave penale të cilat kanë një marrëzh dënimi deri në 3 vjet. Nuk përfitojnë personat të cilat kanë shkaktuar dëm të njeriut, pra viktimat e veprave penale janë të mbrojtura në këtë rast, siç është vrasja, nuk amnistohet, është kriter ndalues vepra penale e dhunës në familje. Kemi shumë përfitues të miturve në konflikt me ligjin. Nuk në lidhje me atë çfarë kemi pas shumë procedime në qarkun e Kukësit të ndërtimeve pa leje, ishte kriter ndalues, shpërdorimi i tokës ishte kriter ndalues dhe shumë vepra të tjera për të cilat çdo interesuar po të kaloj në Google, sot për sot janë në draft. Një amnisti ka kriteri ndalues dhe kriterin përfitues. Te kriteri përfitues ka shumë pak vepra penale. Ka disa dënime alternative, përfitojnë disa që janë të dënuar me sistemin e aplikimin e 159 kushtit, kanë bërë një farë kohë, por shumë e rëndësishme të thuhet se nuk përfitojnë nga amnistia penale personat të cilët janë shmangur hetimit dhe gjykimit të çështjes. Është kriter ndalues. Nga kjo amnisti nuk përfitojnë subjektet që janë në jurisdiksionin e prokurorisë dhe gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK. Projektligji i amnistisë pritet të depozitohet në kuvend, ku do të nënshtrohet shqyrtimit në komisionet parlamentare dhe më pas do të kalojë për miratim në seancë plenare.